Big Brother Kosova, kur fjalët shpërthejnë hygërta, limini dhe konfrontimi që tronditi shtëpinë në Big Brother Kosova, shpesh nuk janë vetëm lojrat, nominimet apo intriga që krijojnë tension. Ndonjëherë, ajo që trondit shtëpinë më shumë janë fjalët e drejtpërdrejta, të thëna nga dikush që ndjen tradhti, shgënjim apo inat. Një nga momentet më të fuqishme të këtij sezoni ishte konfrontimi i hygërtas me Limit, ku ajo e shpërtheu publikisht për atë që perceptonte si mashtrim dhe manipulim. Ky moment nuk ishte thjesht një debat, por një skenë emocionale, ku e vërteta, akuzat dhe pasiguria u përplasën në një tension të dukshëm. Hygërta, fjalët që nuk mbahen më brenda. Hygërta, duke mos e mbajtur më brenda inatin dhe shgënjimin, i tha Limit, ti je ordiner mashkull, i dobët, gjenjen si femrat e këqija. Kjo fjali është e fuqishme jo vetëm për gjuhën e drejt për drejt, por edhe për vlerësimin e karakterit të Limit. Hygërta përdori gjuhën si armë për të shprehur shgënjimin e saj. Fjalët e saj nuk ishin thjesht akuza, ato ishin manifestimi një ndjenje të grumbulluar, një përpjekje për t'i dhënë formë shqetësimeve që kishte mbajtur gjatë gjithë kohës brenda shtëpisë, në Big Brother, ku gjithçka është e ekspozuar. Kjo lloj shpërthimi emocional merr peshë edhe më të madhe sepse publiku dhe banorët e tjerë janë dëshmitar të çdo fjalie. Shtatori dhe e shkuara, referenca që ngre tensionin, Alba i shton peshë konfliktit duke kujtuar të kaluarën, deri në shtator kemi qenë bashkë, ti gjenjen, njëri mashtrues. Ky koment rikthen në skenë të kaluarën, duke krijuar një kontrast mes kujtimeve të përbashkëta dhe mashtrimit të perceptuar. Kur të kaluarën e përdor një banore si argument, ajo jo vetëm sulmon aktualin, por krijon një narrative që përfshin kohën dhe kujtimet, duke e bërë situatën edhe më të ndërlikuar emocionalisht. Limini, i sulmuar dhe i ekspozuar. Limini u gjend në një pozicion të vështirë. Ai u kritikua hapur për karakterin dhe veprimet e tij, u shpall si mashtrues dhe i dobët. U përplas me të kaluarën dhe perceptimet e tjera. Në Big Brother, kjo lloj ekspozimi është shumë e rrezikshme sepse nuk ka mundësi të fshehësh asgjë pas kamerave. Fjalët e hygërtas dhe Albës krijuan një presion emocional të menjëhershëm, i cili kërkon reagim të matur dhe strategjik nga ana e Limit, analizë psikologjike, konfrontimi dhe ndjenja e tradhtisë, kur dikush ndjen se është mashtruar ose manipuluar. Shpërthimi shpesh ndodh në formë akuzash të drejtpërdrejta. Analitikisht, momenti i hygërtas ka disa elemente të rëndësishëm: zhvlerësimi i partnerit. Ajo e quan Limit ordiner dhe të dobët, duke ulur autoritetin dhe besueshmërinë e tij. Kujtesa selektive. Duke përmendur periudhën deri në shtator, ajo fuqizon argumentin e saj me fakt historik, shprehja e frustrimit. Fjalët e saj janë mekanizëm për të shpërthyer tensionin emocional dhe për të marrë kontroll mbi situatën. Kjo është mënyra se si Big Brother tregon psikologjinë sociale. Konflikti shpesh shfaqet më intensiv kur ka histori të shkuara dhe emocione të shtypura. Banorët, dëshmitar të tensionit, banorët e tjerë u ndan menjëherë në perceptime. Disa mbështetën hygërtën për guximin dhe sinqeritetin, të tjerë u shqetësuan për mënyrën e ashpër të shprehjes, disa pan Limitin si të rrezikuar nga reputacioni i tij. Ky moment shërbeu si test për të gjithë shtëpinë, sepse tregon se sa shpejt fjalët mund të ndikojnë në marrëdhënie dhe në perceptimin që banorët kanë njëri për tjetrin. Publiku jashtë, interpretime të ndryshme, jashtë shtëpisë. Publik i pa momentin si një shpërthim emocional i drejtë, një dramatizim i rëndësishëm për audiencën, një skenë që pasqyron tensionet reale midis dy individëve. Shikuesit kuptojnë se në Big Brother, ajo që ndodh brenda ka peshë edhe më të madhe jashtë, sepse çdo deklarat formëson narrativën dhe diskutimin publik. Mësimi, fjalët mbeten pas. Ky moment tregon se fjalët e drejtpërdrejta shpesh godasin më shumë se veprimet. Të kaluarat nuk harrohen, sidomos kur lidhen me besimin. Konfrontimi i sinqert, edhe pse i dhimbshëm, mund të bëhet pikë referimi për marrëdhëniet e ardhshme. Në Big Brother Kosova, kjo është një nga mësimet më të rëndësishme. Shpesh ajo që mbetet më gjatë në kujtesën e publikut nuk është veprimi, por fjalët që nuk mund të zhduken. Përfundim, kur hygërta i plas Limitit në sy fjalët, ti je ordiner mashkull, i dobët, gjenjen si femrat e këqija. Ajo nuk po shpreh vetëm zemërim, po tregonte se besimi është thyer, respekti është sfiduar dhe çdo marrëdhënie ka kufijtë e saj emocional. Kur Alba kujton periudhën deri në shtator, ajo fuqizon akuzat dhe thekson pasojat e veprimeve të Limit. Në Big Brother Kosova, ky ishte një moment ku emocionet, historia personale dhe perceptimi publik u përplasën dhe krijuan një episod që do të mbahet mend si një nga shpërthimet më të forta të sezonit.